Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi at-tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta e mëta për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, me familjen e tij të pastër, me shokët e tij të zgjedhur dhe me të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshahu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Modestia është një nga virtytet më të larta që i fisnikëron shpirtin e njeriut dhe e bën atë të ndriçojë në mesin e njerëzve. Ajo është si një dritë e brendshme që i jep qetësi zemrës dhe e bën sjelljen e njeriut të butë, të ngrohtë dhe të dashur. Në një kohë kur shumë njerëz kërkojnë të duken, të lavdërohen dhe të ngrihen mbi të tjerët, modestia qëndron si një stresh shpirtërore, ku njeriu gjen paqe dhe kuptim të plotë. Ajo është një pasqyrë që tregon se bukuria e vërtet nuk patet me pamje, por me karakter dhe me përulësi në shpirtit. Njeriu modest nuk ka nevojë të tregojë madhështi, sepse ai e di se vlera e tij qëndron në zemrën e pastër dhe në sjelljen e mirë. Ai flet me butësi, dëgjon me vëmendje dhe respekton secilin pa dallime. Këto janë cilësitë e modestit. Dhe në praninë e tij ndihesh i qetë, sepse ai nuk të gjykon dhe nuk të përbuz. Kjo është forca e modestisë, të jesh i madh në shpirt edhe kur je i thjeshtë në duke. Një shoqëri ku njerëzit sillen me përulësi bëhet më e ndritshme, më humane dhe më e bashkuar. Historia na tregon se të gjithë njerëzit e urtë dhe ato të dashur janë dalluar për thjeshtësinë dhe modestinë e tyre. Ata nuk kanë kërkuar të sundojnë me fjalë, por të udhëheqin me shembullin e tyre të lartë. Modestia i ka bërë të afërt me të varfrin dhe të respektuar nga i dituri. Ajo ka qenë ura që lidh zemrat dhe shpirtrat, sepse kur njeriu që është modest i kupton të tjerët më lehtë, ai fal më shumë dhe dashuron dhe jep më shumë nga vetë e tij. Të nderuar dëgjues dhe shikues, do ju thoja të ndiqni së bashku ajetet e përzgjedhura për ditën e sotme, ku kemi nga ajeti 63 deri në ajetin 70 të surës Furqan. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Robërit e të gjithë mëshirshmit janë ata që ecin thjesht nëpër tokë. Dhe kur të paditurit i sulmojnë me fjalë të këqija, ata përgjigjen me mirësi dhe thonë paqe. Dhe ata që e kalojnë natën duke u falur Zotit të tyre në sejdë dhe në këmbë. Dhe ata që thonë, o Zoti ynë, largoje prej nesh në dëshkimin e xhehenemit, sepse me të vërtetë dënimi i tij është i përjetshëm. Dhe ai është vendbanim dhe vendstrehim i keq.
dhe ata që kur shpenzojnë, nuk janë as dorë lëshuar, as dorë shtrënguar, por i përmbahen së mes. Dhe ata që, post Allahut, nuk adhurojnë Zot tjetër, nuk vrasin njëri, gjë që Allahu e ka ndaluar, përveç se me të drejtë, dhe nuk bëjnë të përi. E kush i bën këtë do të marrë gjunahe. Ndëshkimi do të dyfishohet në ditën e Kiametit, dhe ai do të qëndrojë për herë në fatkeqësi të poshtëruar. Përjashtim bën ai që pendohet, beson dhe punon vepra të mira. Një njeri të tillë Allahu ja ndoron veprat e këqija në të mira. Allahu është falës e mëshirëplot. Të nderuar dëgjues dhe shikues, paqendoshëm së bashku ajetet e përzgjedhura për ditën e sotme. Do të flasim tashmë për shtellimin e temës për sot, ku tema është modestia e besimtarit e zbukuron shoqërinë. Në historinë islame, modestia ka qenë themel i moralit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe e hlibetit të tij të pastër të lirë. Të gjithë këto na mësuan se njeriu që ul veten për hir të Zotit, në të vërtetë ky njeri është ngritur në gradë. Në çdo kohë dhe në çdo shoqëri, modestia ka qenë një dritë që kurse si nuk shuhet. Ajo është si një aromë e padukshme që ndihet në sjelljet, fjalët dhe veprimet e njeriu me zemër të pastër. Besimtari që e ka mbjellë në shpirtin e tij farën e modestisë, ecën në këtë botë me qetësi, pa zhurmë e pa mundimallësi, sepse e di se çdo gjë që zotëron është dhuratë e Allahut dhe jo rezultat i vetes së tij. Në një shoqëri ku mbizotron kjo cilësi, ndershmëria, respekti dhe bashkëjetesa lulëzojnë si një kopsht i gjelbër në ndjelljen e mëshirës hynore të diellit të Allahut xhaleshanhu. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, e përshkruan kështu modestinë si një shenjë e shpirtit të pastër, teksa thot Bismillahirrahmanirrahim. E adhuruesit e të gjithë mëshirshmit janë ata që ecin në tokë me butësi, e kur ignorantët u drejtohen atyre me fjalë të ashpra, ata thonë paqe. Dhe ky është ajeti 63 i surës Furqan. Ky ajet i mrekullueshëm e vendos modestinë në qendër të personalitetit të një besimtari, sepse ky besimtar kurse si nuk ecën me arrogancë, nuk krajnohet për pasurinë që ka, për pozitën apo diturinë që zotëron, por e di se çdo gjë është kalimtare dhe ato që zotëron janë nga Allahu xhaleshanhu dhe prandaj është më modest në veprimet e tij. Edhe kur provokohet, ai kurse si nuk nxehet, sepse e ka zemrën të mbushur me paqe, sepse në atë zemër që lexohet Kurani, në atë zemër që besohet në Allahun xhaleshanhu, kurse si nuk duhet të jetë nxitimi, nxehmja ose vendlinjet e këqija. Një njeri i tillë, i cili në zemrën e tij e ka të mbushur me paqe, me mirësi dhe dashuri për të tjerët, e përhap dritën e qetësisë dhe e bën shoqërinë më të butë, më të kuptueshme e më njerëzore. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kush tregon modesti për hir të Allahut, Allahu do ta lartësojë, e kush krenohet, Allahu do ta përrojë." Ky hadith përmbledh thelbin e modestisë, se sa më shumë njeriu e ul veten para Allahut dhe para njerëzve, aq më shumë e nderon Zoti i gjithësisë këtë njeri. Sepse modestia nuk është kurse si një shenjë dobësie, por është një forcë e madhe shpirtërore. Është urtësia e thellë që lind nga vetëdia se para krijuesit të gjithë jemi të barabartë, të varfër e të pasur, të ditur e të paditur, të rinj e të moshuar. Në librin Biharul Anwar, Imam Aliu paqaqoftë mbi të ka thënë: "Fryti i modestisë është dashuria e njerëzve, ndërsa fryti i arrogancës është urrëtia e tyre." Sa bukur është kjo thënie e ardhur nga prisi besimtarëve, sepse na mëson se modestia nuk është vetëm një virtyt individual, por një urë që lidh zemrat e të gjithë njerëzimit. Shoqërinë që ndërtohen mbi këtë vlerë të madhe janë më të bashkuara dhe më një me njëra tjetrën, sepse në to mungon gara e kot për epërsi.
secili përpiqet të jetë më mirë në moral dhe jo më i larti në pozitë. Dhe në një ajet tjetër, Allahu i Madhëruar thot, Bismillahirrahmanirrahim, mos e kthej fytyrën me përbuzje nga njerëzit dhe mos ec në tokë me mendje madhësi, sepse Allahu nuk e do asnjë mendje madh që mbulet. Ajeti 18 i surës Luqman. Ky udhëzim i qartë është si një busull për çdo besimtar që kërkon të jetë i dashur në sytë e Zotit të gjithësisë. Arroganca është një perdë të nderuar dëgjues dhe shikues që fatkeqësisht e mbyll zemrën dhe në ditët e sotme shumë njerëz zgjedhin këtë rrugë ose zgjedhin këtë karakter duke lënë të mirën, pa të jenë arrogant, të jenë mëdhenj dhe e mbushin zemrën e tyre me perden e errësirës, e ignorancës, atë perde që mbyll zemrën nga drita e dijes dhe e dashurisë dhe heqin dorë nga modestia, e cila hap dritaret që ndriçon shpirtin dhe fatkeqësisht këto njerëz i kanë bërë të keqe vetes tyre si në këtë botë edhe në botën tjetër dhe Allah na ruaj nga kjo gjë. Do mos harrojmë që modestia hap çdo dritare të dritës së dijes dhe të dashurisë dhe ndriçon shpirtin e njeriu. Çdo herë që njeriu e përul veten për hir të Zotit, ai afrohet më shumë me njerëzit dhe gjen lumturinë e vërtetë, atë që nuk blihet me pasuri. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë, mjafton si shenjë modestie që njeriu të ulet aty ku gjon vend, të përshëndes çdo që takon dhe të mos dëshiroj që të tjerët t'i ngrihen në kap. Këto janë gjeste të vogla që kanë njëkohësisht dhe një ndikim të madh në shpirtin e njeriu dhe në harmoninë që ka shoqëria ku ne jetojmë. Një shoqëri që i ushtron këto zakone për ditë dhe në çdo minutë të ditës bëhet më e butë, më njerëzore dhe më e dashur me njëra tjetra. Në vend që të sundohet nga egoja dhe krenaria, ajo frymon me thjeshtësi dhe mirëkuptim midis individëve. Në dritën e shkencës, që është shkenca moderne, modestia shihet edhe si një vlerë që përmirëson shëndetin mendor dhe atë social. Studimet në psikologji tregojnë se njerëzit modest kanë më pak stres, më shumë ndjenja falje dhe lidhje më të forta me të tjerat. Në botën moderne, ku shpesh dominon egoja dhe lakmia, modestia është bërë si një thesar i rrallë që duhet kujtuar dhe ruajtur me kujdes. Edhe studimet e sotme tregojnë se njerëzit modest janë më të lumtur, e njerëzit më të shëndetshëm dhe më të dashur në marrëdhëniet e tyre. Kjo tregon se modestia nuk është thjesht një vlerë fetare, por një nevojë njerëzore që e mban shoqërinë të gjallë, të ndershme dhe të bukur. Aty ku ka modesti, ka dashuri. Aty ku ka modesti, ka përulësi, ka mirëkuptim dhe aty lulëzojnë vlerat e mëdha të paqes dhe të harmonisë midis individëve dhe shoqërisë. Një hulumtim nga Universiteti Harvardit i bërë në vitin 2019 tregon se njerëzit që praktikojnë modestin janë më të prirur të ndjejnë mirënjohje dhe kënaqësi të brendshme. Ato kanë më pak simptoma depresioni dhe janë më të lumtur në marrëdhëniet e tyre. Dhe kjo përkon plotësisht me urtësinë hyjnore të Kuranit, që thotë se njeriu modest është më afër paqes së brendshme dhe harmonisë me të gjithë të tjerët që ka në shoqëri. Një tjetër shembull shkencor lidhet me biologjinë sociale, teksa thuhet, studimet tregojnë se në komunitet ku individët janë të përulur dhe nuk e vendosin veten mbi të tjerët, ndjenja e solidaritetit dhe bashkëpunimit është edhe më e fortë. Në natyrë bashkëpunimi është themeli i mbijetesës dhe kjo logjikë e krijuesit është e njëjtë edhe në jetën njerëzore. Një shoqëri ku mbizotron modestia është më e qëndrueshme, më paqësore dhe më pak e prirur ndaj konflikteve. Të nderuar dëgjues dhe shikues, nga ana tjetër e temës së ditës së sotme, arroganca dhe mendjemadhësia janë rrënjët e shumë padrejtësive dhe përçarjeve në shoqëri. Historia e njerëzimit është e mbushur me shembuj ku njerëz të mëdhenj në pushtet, por të varfër në modestinë shpirtërore.
e kanë shkatëruar paqen dhe drejtësinë. Ndërsa ata që ishin të përulur, edhe pse ishin të varfër në pasuri, ata janë pas vetes së tyre një trashëgimi dashurie dhe respekti për ta. Imam Aliu paqja qoftë mbi të thotë, koka e urtësisë është modestia. Kjo do të thotë se çdo dituri e vërtet e çdo vepër e sinqert duhet të fillojë me përulësinë dhe me ndjenjen e bukur, sepse përndryshe ajo humb vlerat e saj. Kurani e përmend shembullin e më të lartit ndër krijesa, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili edhe pse kishte pozitën më të lartë në univers, jetonte me thjeshtësi dhe përulësi. Ai qepte rrobat e tij, hante në tokë dhe nuk lejonte që dikush ta trajtonte me madhështi se ishte profeti i Allahut. Njëherë një njeri i varfër u fut në praninë të tij dhe u drodh nga respekti. Profeti e pa, e qetësoi dhe i thot këtë fjalë: "Mos u frikëso, unë jam biri i një gruaje që hante mish të tharë në Mekë." Ky shembull i madh i modestisë është një dritë që udhëzon çdo vepër besimtare. Nëse modestia do të përhapej në çdo zemër, shoqëria do të ndriçohej me një dritë të butë, sepse çdo njeri do ta shihte veten si pjesë të të tjerëve dhe jo mbi ta. Në vend që të kërkonte lavdi e vëmendje, do të kërkonte kënaqësinë e Allahut ky person. Siç thot Kurani, ai që e pastron shpirtin e vet e ka shpëtuar, e ai që e ndot atë ka dështuar. Ajetet 9 dhe 10 të surës Shams. Pra modestia, të nderuar dëgjues dhe shikues, është pastrimi i shpirtit nga ndotja e egoizmit. Është si ujë i pastër që lan krenarinë dhe sjell qetësinë. Ajo e bën njeriu të shohë madhështinë e Zotit dhe vogëlsinë e vetes në univers që jeton. Dhe kur kjo ndjenjë përhapet në zemrat e njerëzve, shoqëria kthehet në një pasqyrë të bukurisë hynore. Dhe në fund të temës për ditën e sotme, mund të themi se modestia është zbukurimi më i madh që një njeri besimtar mund t'i japë shpirtit të tij. Ajo është një veshje e padushme që e bën shpirtin të ndriçojë, ajo është një urtësi që e shëron zemrën dhe një forcë që e bashkon njerëzimin. Një shoqëri e tillë e mbështetur në frymën e Kuranit dhe në shembujt e profetit dhe të ehlibetit do të ishte një parajs tokësore, ku secili njeri do të ndjehej i respektuar, i vlerësuar dhe i qetë në rrethin shoqëror. Siç thotë Imam Aliu alayhis salam, nuk ka stoli më të bukur për njeriu se modestia. As pasuria më e madhe, as pasuri më të madhe se kënaqësia me atë që ai ka. Pra njeriu ndihet i lumtur me aq sa i ka dhënë Allahu xhaleshanhu. Dhe vërtet, aty ku lulëzon modestia, lulëzon dhe bukuria e vërtet e shoqërisë. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtje dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu dhe duke ju uruar një xumë të begat, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن محمد